الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Falënderimi dhe lavdërimi qoftë Allahut Azza wa Jall, salavatet dhe selamet unë dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik, dhe të gjithë atyreve që e pasuan dhe ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, sot me lejen e Allahut subhanahu wa taala do flasim për një temë shumë të rëndësishme. Do flasim për një smundje të zemrës. Është zakon, vëllezër të nderuar, që çdo kush i cili ankan e trupin e tij të shpejton për tek mjeku më i afërt, apo edhe të shpejton për të mjekimi më i mirë. Mirë po a thu vallë, sa shpejtojna dhe sa e kemi derdh dhe gajle për me i largue sëmundjet e zemrës, ato sëmundje të cilat na kushtojnë në jetën tonë të përditshme, dhe na kushtojnë edhe me shumë, nga se mundet të humbet feja dhe mund të bëhesh landjek se zjarrit e xhehenemit, Allahu na ruajt. Smundja për të cilën do të flasim, vëllezër të nderuar, një herët është edhe mëkati i parë që është bërë në qiell, dhe mëkati i parë që është bërë në tokë. Dhe aja është hasedi, apo zilia, inati, urrejtja dhe xhelozia. Thot Imam Qurtubiu rahimahullah, sa i përket hasedit, sa i përket zilis, aja është mëkati i parë që ka ndodhur në qiell. Pra mëkati i parë që është bërë Allahut Azza wa Jall në qiell është zilia. Dhe mëkati i parë që është bërë Allahut Azza wa Jall në tokë është zilia. Sa i përket mëkatit e parë në qiell, se si ka ndodhur, është zilia e iblisit, zilia e shejtanit ndaj Ademit alayhis salam. Ndërsa zilia e parë në tokë, apo mëkati i parë në tokë, mëkati i Kabilit ndaj vllavit të tij Habilit që e kishte zili. Vëllezër të nderuar, para se iblisit të mallkohej, para se shejtani të del nga rahmeti i gjerë i Allahut subhanahu wa taala, kishte pozitë. Dhe Allahu subhanahu wa taala donte, dhe ishte në mesin e melashëve, ishte në shoqërinë e melashëve të Allahut subhanahu wa taala. Mirë po kur Allahu subhanahu wa taala krija Ademin alayhis salam, dhe kur e nderoi me iranë sejdë atij, melashët ju bindën Allahut. Illa iblisa aba wastakbara, përveç iblisit i cili refuzoi, i cili u tregu mendje madh, dhe refuzoi të bindet krijuesit, të bindet Allahut subhanahu wa taala. Çka e shoi në këtë kryelartësi? Çka e shtyr në këtë refuzim? Kur ai ishte në botën qiellore, kur ai ishte me melashët e Allahut, kur ai ishte i cili, thot Ibn Abbas radiallahu anhu, për të nuk ka pas vend qiellën tokë që si ka rënë sejdë Allahut Azza wa Jall. Asgjë tjetër, vëllezër të nderuar, nuk e ka shty shejtanin që të bjen në këtë humner dhe katastrofë jashtë zilisë e tij.
jashtë hasedit e tij ndaj Ademit alayhis salam kur tha ana khairun min, unë jam më i mirë se ai, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin, mua me krijove nga zjarri ndërsa ata krijove nga dheju. Pra kishte zili dhe Allahu subhanahu wa ta'ala shiko pasojat, i tha fakhruj minha fa innaka ar-rajim, pra dil nga ato, dil nga kjo shoqëri, u përzan prej atushit dhe ti do jesh i mallkuar, wa inna alayka la'nata ila yawmiddin, dhe mallkimi im mbi ty do jetë deri në kiamet. Pra i përgjithmonë dhe në përhershmëri do jesh i mallkuar. A shikoni se çka i ka bërë zilia iblisit të mallkuar, e ka nxorr prej rahmetit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Ndërsa sa i përket Kabilit dhe Habilit, këta dy kanë qenë dy bijtë Ademit alayhis salam. Dhe Ademi alayhis salam, pasi që Allahu subhanahu wa ta'ala e krijon bashortën e tij Hawan alayhis salam nga brinjet nga Ademi alayhis salam, atëherë Allahu udhëron të evlad binesh. Për çdo vit i lindin Ademit alayhis salam një vajzë dhe djalë, pra binjak. Dhe në shariatin, ligjin e Ademit alayhis salam, ishte që vllau i parë, i barkut e parë, të martohet me vajzën e barkut e dytë, në mënyrë që të largohet martesa. Dhe djali i barkut e dytë të martohet me vajzën e barkut e parë. Pra kështu ishte ligji Allahut subhanahu wa ta'ala që martesa të largohet. Mirë po, Kabili, vllai Habilit, atëherë filloi të kishte zili, xhelozi dhe inatin e kë në vllaun e tij, në atë që u dashte ta dënte, ta afrante dhe të ndihmoj me të, atë e pa zili vëllezër të nderuar. Derisa Allahu subhanahu wa ta'ala i urnoi që nëpërmjet Ademit alayhis salam të vendosin të flijojnë nga një kurban. Dhe Habili ishte çoban dhe e merr dashin më të mirë dhe e vendos kurban në një kodër. Pastaj Kabili ishte bujk dhe i merr disa pemë dhe disa fruta që ishin më të ligat apo të kalbura dhe i qet kurban për Allahun azza wa jall. Dhe shaji pranimit kurbanit ishte që të zbret një zjarr nga qielli dhe kurbanin të cilin do e përbinte apo do e merte, ati ju ka pranuar tek Allahu azza wa jall. Dhe kur zbret zjarri, atëherë merr kurbanin e Habilit, pra merr dashin e tina, dhe atëherë kur e sheh se kjo e mirë e tij ju pranuar te Allahu azza wa jall, atëherë Kabili thot Habilit, le aqtulennek, unë do të vras ty, do të mbys ty. Atëherë Habili thot, innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin, Allahu e pranon prej atyre që janë të devotshëm dhe që i friksohen atij dhe i tutën Allahut azza wa jall. Mirë po vëllezër të nderuar, nuk u ndal kjo mosmarrveshje dhe kjo zili e Kabilit këtu me vllaun e tij, derisa ai edhe e pasoi shejtanin e mallkuar, e ndoqi atë që kishte dalë prej rahmetit dhe i ndoqi hapat e tij për ta mbytur vllaun e vet. Habili e këshillante që unë nuk ngrej dorë kur për vllaun tim, dhe e këshillante që ti friksohet Allahut subhanahu wa ta'ala. Mirë po, Kabili vazhdoi dhe i mori hapat për mbytjen e vllaut të tij. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatala. Dhe egoja e tij, zilia e tij, e nxiti atë që ta mbyt vllaun e vet, dhe e mbyti atë. Fa asbaha min al-khasirin, dhe ai u bë prej të shkatruarve. E si mos të bëj për të shkatruarve, nga se e mbyti vllaun e vet, e mbyti djalin e Ademit alayhis salam, e mbyti atë që
u dashte të ndihmonte dhe zbashku të ndihmohen me njeri tjetrin në punët e jetës së kësaj dynjaje. E mbyti vllaun e vet, nga se mbytja është mëkat shumë i madh kur bëhet pa të drejtë, sikurse te rasti i Kabilit ndaj vllaut të tij Habilit. Dhe u bë prej të shkatruarve, nga se e humbi këtë dynja dhe e humbi botën tjetër, siç rrethon pejgamberi alayhi salam se ky është i cili e ka nis këtë mëkat i pari, pra vrasjen e tokë. Dhe çdo njeri kudo që vritet deri në kiamet, një pjesë e atij mëkatit i shkon edhe Habilit, nga se e ka fillu i pari. Dhe kjo do të na jap mësim jetën e kësaj bote, që mos nisëm mëkate dhe mos të bajna mëkatet i përhapum ato, nga se kushdo që i vepron dhe nëse ne jemi kanë nismetaret e atij mëkati, atëherë na vjen mëkati gjithë atyre dhe neve. E mbyti vllaun e vet. Fa asbaha min al-khasirin, dhe u bë prej të shkatruarve. Dhe u bë laun djegës e xhehenemit, dhe ra prej synit Allahut azza wa jall, dhe ra në xhehenemin e Allahut subhanahu wa taala. A thu vëllezër të nderuar, çka e shtyti Kabilin që ta bënte këtë mëkat? Asgjë tjetër po zilis, urrejtjes dhe xhelozis në zemrën e tina. Shiko se çfarë i ka ndikuar. Po ashtu vëllezër të nderuar, lexoni për Jusufin alayhi salam, i cili u hedh në bunar nga vëllezërit e tij, vetëm për shkak se thanë ky është më i dashur tek baba se sa ne. Wa nahnu usba, ndërsa ne jemi grup i fortë. Arriti zilia dhe inati që vllaun e tyre të vogël ta hedhin në fund të bunarit, në fund të pusit. Pra zilia ishte ajo i cili i nxiti këta që ta zemrojnë dhe ta idhnojnë babën e tyre Jakubin alayhi salam, dhe gjithashtu ta hidhrojnë Allahun subhanahu wa taala. Prandaj vëllezër të nderuar, zilia është smundje rrezikshme e zemrës, e për cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se zilia i han të mirat, pra i shkatron të mirat ashtu sikurse zjarri që i han drut e thata. Ta merr fen, ti humb të mirat që Allahu subhanahu wa taala ti ka thonë, dhe njëherë zilia ban që personi me pas defekt në imanin e tij, dhe atë në një prej 6 shtyllave të imanit, që është besimin e kaderin dhe caktimin e Allahut subhanahu wa taala. E zilia në shumicën e rasteve ndodh kur një person begatohet me një të mirë, atëherë personi i ka zili që ajo e mirë të hiqet atina. Prandaj besimtari nuk guxon me pas këtë smundje, për të cilën pejgamberi alayhi salam e ka thujt daul umam, smundja këtë popujve, që është nis me iblisin, pastaj me Kabilin, edhe pastaj vazhdon domosdoshmë me njerëzimin. Prandaj besimtari duhet të ketë kujdes dhe duhet të mos ja hap derën kësaj sëmundje të rrezikshme, e cila ja rrezikon dhe ja cënon imanin e tij në zemër, dhe ja rrezikon fenë e tij, dhe mund ta bën lanë djegësat e xhehenemit. Ndëgjoni vëllezër të nderuar se çfarë thot Bekër el-Muzani rahimahullah për një ngjarje që i ka ndodhur në një mbretëri prej mbretërive islame. Thot, ishte një këshilltar shumë i dashur dhe shumë i zgjuar dhe shumë i mençur afër halifes apo mbretit të muslimanëve. Dhe një ministër prej ministrave filloi të kishte zili dhe inati, nga se ky këshilltari me mençurinë e tij gjithherë çdo mezhles ku ulej thoshte një fjalë të njohur që është mirë ta kemi parasysh, i mjafton të mirit e mira e tij dhe i mjafton të keqit e keqja e tij. Gjithherë sa herën të në ndonjë mezhles e thoshte këtë fjali dhe ulej. Dhe një ditë prej ditëve, ministri që kishte zili të këshilltari, që këshilltari ishte besimtar, i thot mbretit, o mbret, shikoj e ky këshilltari, ky besimtari, thot sa herë po ullet afër teje,
po e vendos dorën e tij te goja. E dim pse? Thot jo nuk e di. Thot për arsye se po i vjen era gojës mbretit. Thot a kështu a? Thot dil ti jashtë dhe shka thirrë besimtarin. Dhe del ky ministri jashtë dhe vanohet në kryerjen e urdhrit për arsye se besimtari nuk ishte ato, edhe i thot besimtarit që duhesh me arë një drejk të kun. Dhe e thirë ministri besimtar një drejk dhe ja shton sasinë e kepës dhe hudrës në ushqim. Në mënyrë që kur të afrohet te mbreti me vendos dorën te goja e tij. Dhe pastaj për shkak erës së kepës dhe hudrës, dhe kur afrohet te mbreti, atëherë hyn në zyrën e tij, thot mbreti afër meje, posa që afrohet afër mbretit, atëherë qet dorën te goja e tij dhe bindet mbreti se provat e ministrit janë të sakta. Dhe aja që ka tregu për besimtarin është hak dhe vërtet. Atëherë mbreti e shkruan një letër, një mesazh, edhe i thot besimtarit me ja quhet xhelatit apo organeve kompetente me ja quhet këtë letër. Dhe pasi që e merr letrën me ja quhet mbreti atij xhelatit, atëherë takohet me ministrin tek dera dhe i thot ku ja kem sy. Thot mbreti ma dha këtë letër me ja quhet xhelatit. Atëherë ja merr letrën, thot kjo është punë e imja, jo e jotja, edhe ti gjithherë po përzihesh në punët e mia. Dhe pasi që shkon te xhelati, i thot xhelatit, kjo letër dhe ky mesazh ka ardhur nga mbreti dhe më njëherë mu zbatuaja që gjendet brenda. Atëherë e lexon xhelati, thot personi i cili ju vjen me këtë letër, më njëherë mja kput kokën, me masakru dhe me gjuhën e prue trupin e tina. Dhe pastaj ministri thot prit mos u gut, për arsye se kjo letër është marrë prej dikujt tjetër, në këtë rast prej besimtarit, këshilltarit, dhe nuk ka qenë që e ku marrën drejt për mbretit. Atëherë xhelati dhe organet kompetente i thojnë që letra e mbretit mrapa nuk kthehet dhe urnohet dhe hiqet koka. Pra shikoni se çka i ka bë hasedi, çka i ka bë zilia këtij personi. Disa njerëz mendojnë që në fillim u duket mirë zilia edhe planet, sikurse rasti këtij shembulli, mirë po në fund do i kthehet atina. Ashtu që ju ka kthy iblisit, ashtu që e ka psu Kabili, edhe ashtu që e ka psu personi në ngjarjen që ndëgjuat. Pastaj shkon këshilltari tek mbreti dhe i thot, si arritet ti me kanë gjallë, kurse urdhri është ti mu mbyt në mesazhin. Dhe pasi që hyn te mbreti, i thot besimtari, i mjafton të mirit e mirë e ti, dhe i mjafton të keqit e keqit e ti. Prandaj e lutem Allahun azza wa jall që mu dhe juve dhe besimtarë kudo që janë, Allahu na ruaj nga kjo sëmundje rrezikshme e zemrës, nga kjo sëmundje që ka shkatruar iblisin, i ka shkatruar njerëzit dhe vazhdon me shkatruar kështu me radhë. E lutem Allahun që të na ruaj dhe na mbron. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Vëllezër të nderuar, krimi sikurse hasedi ka pasoja të rënda, dhe prej tyre është që personi gjithherë do jetë në frikë, do jetë në trishtim, do jetë në dëshpërim, dhe do jetë në luftë me shpirtin dhe zemrën e tij. Prandaj në vend që të jetosh këtë jetë të trishtuar në zemrën tënde, që ndoshta edhe gjumi s'te kapi i saj, atëherë besoj e ka dhënë Allah si duhet, dhe duja të mirën tjerëve, dhe mundohu që të bësh të mira sipas mundësisë dhe takatit që ke mundësinë e përditshme, dhe gjithherë mbështetja e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj për me urujt prej hasedit, për me urujt prej zilis, e para vëllezër të nderuar, ti kujtojmë këto ajete, këto hadithe dhe ngjarjet e ndryshme që na i ka rrëfyer Allah subhanahu wa taala në Kur'an. Po ta kujtojmë ngjarjen e iblisit, ta kujtojmë ngjarjen e Kabilit, ta kujtojmë ngjarjen e vëllezërve të Jusufit alayhi salam, ta kujtojmë hadithin e pejgamberit alayhi salam ku thotë la tahasedu, mos keni zili ndaj njëri tjetrit.
E dyta, vëllezër të nderuar, të bëjmë lutje që Allahu subhanahu wa taala më na mbrojt, nga se një sure e tërë ka zbrit për këtë temë, që është kul a'udhu bi rabbil falaq, ku ajeti i fundit thot wa hasidin idha hasad, dhe prej sherrit të hasedxhiut, ziliqarit, kur sipas mirës dhe hasedit vepron. Pra na ka mësua Allahu subhanahu wa taala në këtë sure me kërku mbrojtje prej kësaj smundje të rrezikshme. Dhe gjithashtu, vëllezër të nderuar, të mbështetemi Allahut subhanahu wa taala në punët tonë të përditshme dhe të realizojmë në atë mënyrën që është halal dhe të ikmi haramit, gjithherë duke mbështetur Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu kanë thënë dietarët, duke vazhduar hadithin e pejgamberit alayhis salam, që ndihmohuni në ruajtjen, në kryerjen e nevojave e punëve të përditshme, duke i fshehur ato, nga se çdo person i cili ka një të mirë, ka edhe njerëzit të tjerë të cilët kanë zili ndaj asaj të mirës. Dhe zilia mundën me ndikua shumë, sa që vëllezër të nderuar, me ndiku personit në trupin e tij, me ndiku në familjen e tij, me ndiku në pasurinë e tij, me ndiku në veturën e tij, me ndiku në mallin e tij e kështu me radhë, dhe gjithashtu prej asaj që neve ruhemi të Allah subhanahu wa taala nëpërmjet kësaj smundje të rrezikshme, është edhe përdorimi i rukjes, pra rukja duke bërë rukje tek hoxhallar dhe njerëzit kompetent që e njohin rukjen me Kur'an dhe Sunet, dhe jo tek falltarët dhe sihirbazët dhe mashtruesit e kështu me radhë. Prandaj e lutem Allahun azza wa jall që mu dhe ju Allah na ruan nga zilia edhe ziliqaret, dhe lutem Allahun subhanahu wa taala që çdo të mirë të cilën Allahu azza wa jall na jep në jetën e kësaj bote, Allahun na mundson me falendërue, dhe lutem Allahun azza wa jall që Allahu na ruan neve dhe juve në trupat tonë, familjet tona, pasuritë tona, shëndetin tonë, në fenë tonë, dhe në çdo gjë që Allahu azza wa jall është i kënaqur. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. يقول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون